Jam lindur këtu në këtë baltë këtu. Dhe këtu duhet të vdes. Janë gati që si lubi të shulen dhe të marrën të gjithë të fushë. Merë tokën time këtu, të gjitoni tim këtu se merë, të gjitoni tjetër se merë tokën pak më tutje, merë një tjetër pak më tutje, merë andej tek ne që nuk jemi këtu, që jemi emigran. Do me thënë suksesi i qeverisë tonë sot është të largoj njerëzit. U jam Ferman Hajdini nga Borçi, 84 vjeç. Banus den babaden në Borç. Në 91 na dhanë tokat në bazë të ligjit. Edhe komisioni më tha që në bazë të ligjit do marrësh ku ke tokat e tua. Në 91 i morëm tokat në dhanë. Në 2006 më vjen teatri nga Lushja i Banus, se një fare. Më vjen edhe më kërcënohet, do të heq lëkurë, më thotë, tokën time. Vete një hipotekë të hedhë, më thotë ai kryetari i hipotekës, ore vëlla, ik, tha se ju socialistëve do të zhdukën fare, tha. Se ke demokrat, ai që hodhi. Edhe i bëri dokumentat ai atje, dhe në përgjigje vetë ai ka para, se ai ka qenë këshilltari i Saliut. Ju keni certifikat, zotri? Po kemi certifikat, që duhet jema? Ma ka dhënë bashkia jo në përdorim, me tapi. Ma ka dhënë, vete në hipotek, më tha kemi vendosje. Edhe nuk më hedhë. Edhe sot e gjithë dita, unë nuk jam pa tokë, borshot den babaden. I qëfar mendoni se po fshin mbrapa kësaj? Po shtë mendojmë në tani që na bërë qeveri, na fshon të na zhduk, na bëjnë një gjë tjetër. O ta jap tokën të na zhduk, se të atë gjë. Vemi në bashki, bashkia më thot që akoma s'ka ardhur, do thot. Ndodhemi në fshatin Qazim Pali dhe problemi kryesor është çështja e tokës bujësore. Ky fshat është krijuar në 47-ën, në dorë të 26 bile, dhe fillimisht me familje boshqote dhe të ardhur nga fshatrat përreth. Për çfarë jeni mbledhur sot? Për çështjen e tokës, e cila pasi familjet u stabilizuan, kanë shpillzuar 100 hektar tokë bujësore. Dhe deri në 91 kanë punuar këtu, krijuan familje, nga 5 familje u bën 210 familje në 91 që u prish sistemi. Toka 91 u ndan bazë të ligjit 7501. Dhe u trajtuan të gjitha familjet. Tokën e morën fshatarët dhe e kanë punuar, kanë paguar dhe taksat në ish njësin bashkiake Lukov ose sot bashkia Himar. Në 2008, pa u vendjeni fshati, komesimi kthimit pronave, ja tërheq këtë tokë, ja merë dhe ja jep Komitetit Mirësiman. Më përpara, në 95-ën ka dalë një ligj që familjet ish-formuese ta marrin tokën nga përdorim në pronësi. Sa familje bëhet fjalë, për sa tokë bëhet fjalë dhe sa familje kanë certifikat pronësie? Këtu bëhet fjalë për 58 hektar, nga të cilat 36 umiret punojse të ish sektori Qazim Pali. Gjithashtu, në vitin 2012 dhe në 2014 ka dalë vendim nga ish qeveri dhe qeverit që të përshpejtohet procesi i kalimit nga përdorim që kishim ne në pronësi. Dhe disa familje e kanë marrë në pronësi qysh në vitin 2014. Në vitin 20 doli një vendim i Këshillit Ministrave për kalimin përfundimtar të tokës nga përdorim në pronësi. Pra të gjitha familjet, pa përjashtim. Dhe filloi procesi i dhënies së pronësisë. Bile në dhjetor të 20-s u dhanë mbi 20 familje, 20 certifikata. Dhe vazhdoi procesi. Në 23-shin, tetor të 23-shit, nga ana e hipotekës vjen një urdhër për 32 familje, nuk mund të hipotekohet toka pasi keni probleme me Komitetin Mirësiman. Ne vazhdojmë
problemin me gjykata për të shfuqizuar urdhrin e hipotekës. Populli për marrjen e kësaj toke nuk është vënë ndjeni nga asnjë institucion, as nga personi që bëhet fjalë nga Komiteti Musliman. Deri më sot nuk na ka ardhur një njeri të thotë që kjo tokë është jona. Çfarë mendoni ju se fshihet pas kësaj gjëje, është e komunitetit apo kërkojnë ta marrin për Me sa dëgjojmë e shohim, dikush fshihet, por si jemi të saktë që ta themi se kush, po dikush fshihet, biznesmen, oligark që quhen, ja kanë vënë syrin për të bërë diçka për interes të tjera, jo për tonin. Keni patur komunikim këta, ka ardhur dikush të komunikojë me banorët e zonës? Asnjë person fizik a juridik të themi të vi të bizetohet me fshatarët. Po fshati ka vendosur. Fshati, veç këtij problemi, ka shumë familje që nuk kanë probleme Janë me gjyqata. dhe nuk u jep hipoteka. Dhe një pjesë që e kanë marrë, u kanë pezulluar në bazë të këtij ligji. Nuk e shesën, nuk e bëjnë dot. Është komuniteti musliman, po aplikojmë, po japin gjitha... Ne kërkojmë, Po e besar rekord flasësh. Çfarë kërkoni? ne kërkojmë në mënyrë urgjente, Këshilli i Ministrave, Kuvendi i Republikës, siç u ka dhënë në mënyrë të padrejtë këtë vendim, Komiteti Musliman, edhe t'u heq, edhe për një arsye, se në bazë të kërkesës që kanë bërë, pretendojnë për tokë nga lumi deri në atë zonën aty lart. Edhe kufizime që ka dhënë qarku thot te lumi e lart. Fizikisht ata u ka dhënë tokën në tokën tonë bujqësore. Është një fshat i tërë që është i shqetësuar për problemin e tokave. Neve kemi të paktën familja ime ka qenë 50 vjetën që kanë ardhur këtu edhe kemi probleme me tokat, mbasi kemi marrë edhe unë jam me certifikata, por ka dalë një problem tjetër që na është bllokuar hipoteka. As mundem të shes dhe nuk mundem të ndërtoj, sepse nuk më lë qeveria. Për 1 lej ndërtimi, unë duhet të paguaj të paktën 3 milion lek, 4 milion lek, që unë nuk i kam sepse unë marrë një pension 100.000 lek. Të lutem na sqaro problemin e pronave, duhet t'u marrin. Problemi pronave është ky. Problemi pronave është ky, që ngrihen ca të huaj, na vinë këtu me dokumenta falso. Ku i kanë gjetë këto dokumenta këta që vjen më merr tokën mua? Jem banuese në Qazimpal. Familja ime është familje vjetër dhe nga të gjithë, do me thënë, njerëzit ka marrë një certifikat që ma ka dhënë që në fillim fare Damian Gjiknuri dhe më pas më doli me shumë probleme. Tokat të gjitha në përgjithësi këtu në këtë fshat janë të mbyllura. Këtu kanë dhënë toka vetëm atyre që kanë qenë në komision dhe i kanë marrë e kanë shitur. Kurse ata që kanë punuar, që kanë qenë familje të vjetra, u kanë marrë dhe i kanë bërë si ka dash qefi komisionit. Ani ju jeni mbledhur se nuk keni marrë Sepse nuk kemi marrë certifikata dhe shumica e këtij fshati kanë ikë në emigracion dhe nuk din se çfarë u bëhet nga pas. Dhe duan të vinë në këtë vend, si sot e Dirama që të kthehen në këtë vend, po ku të kthehen? Një copë tokë se kanë, një jetesë nuk e kanë. Kanë punuar dhe jetojnë jashtë shtetit dhe vuajnë nëpër spitala dhe nuk dinë se çfarë po bëhet në këtë vend. Ju jeni në proces gjyqësor? Unë jam në proces gjyqësor dhe jam dhe në një kërcënim me borshjotët që mua kanë ardhur dhe më kanë kërcënuar. Kam njoftuar policinë dhe policia asnjëherë nuk ka marrë mas. Më kanë ardhur me makina të më shtypën dhe policia më ka thënë pse çfarë halli të shqetëson ti ja të shoqërojen. Ja, kjo është policia që kemi ne. Çfarë mendoni ju se fshin mbas kësaj grabitje prona? Kjo është një grabitje shumë e thella e gjithë komunitetit të fshatit Qazimpal. Dhe ne kërkojmë nga qeveria, nga Spaku, që të marrë një rrugë zgjidhje kjo punë. O të ne të na jipet e drejta, ose ne të na thonë si fshat, ikni dhe mirni dhe ju emigracionin, dhe ky vend të metet në mes të oligarëve dhe të atyre që pshihen në këtë vend. Se keni emrin zonjë? Unë quhem Marula Toska. Faleminderit dhe juve.
Dhe inshallah Tani bëjmë protesta vazhdimisht, janë bërë protestat këtu për ne si punë e vjershës. Si punë e vjershës, dhe pa vlera. Edhe këtu kemi bërë në fshat, dhe në Tiranë kemi shkuar tek zyra qendrore e hipoteka qendrore në Sarandë, në hipotekë në Tiranë kemi shkuar. Edhe si thona saja, as dëgjoj zëri, flasim veç shurdhër, Natalin nuk e kuptoj këtë gjë. Për çfarë keni protestuar në ai drejt? Kemi protestuar se për prindrit e mi kanë ardhur këtu lan kockat, erdhën fëmijë, që kur ishte kënet, lan kockat këtu, ikën edhe ne tani i morëm tokat, na i dha vetë qeveria siç ja dha gjithë Shqipërisë, jo për ne, se ne na i merr. Siç i dha për gjithë Shqipërinë, i dha edhe për ne. I morëm tokat, sa merr certifikat, sa si kanë marrë akoma certifikatat, se gjithçka bëhet nga shteti, gjithçka nga qeveria, dhe ata si kanë marrur, do kishin 30 vjeç, do kishin marrur. Edhe ne jemi me certifikat, edhe na ka dalë tani si komunitet musliman që të na i marrë. Unë nuk vete të shikoj se kush është pas komunitetit musliman ande këte. Unë kam çdo gjë me qeverinë, se ajo bën kumand. Kur unë vete ankonem, vete bëj ankesën, duhet vita ta shikoj, duhet të përgjigjet një ankese. I kemi bajt dhe në hipotekën qendrore Tiranë. Se kemi bërë ne, na ka ardhur nga lart, nga kush ka ardhur? Kur jeni vënë dieni që komuniteti musliman pas ka patur prona dhe po i me merr Komuniteti musliman, kjo është dhe pak për të qeshur, si thuash, e këton për të qeshur. Se komuniteti musliman merr tokën time këtu, të gjitoni tim këtu se merr, të gjitoni tjetër se merr tokën pak më tutje, merr një tjetër pak më tutje, merr andej tek ne që nuk jemi këtu, që jemi emigrantë. Do me thënë, suksesi i qeverisë tonë sot është të largoj njerëzit. Sukses, nuk dua ta hini këtë të lutem, ë? Suksesi i qeverisë është të largojnë njerëzit, të ikin njerëzit. Se në qoftë se ai do më kishte dhënë tokën mua, unë do vija me gjithë familjen time që kam 35 vjet, kam mirë për 36 vjet në emigrim. Dhe vi këtu tani, si të them unë ti, vi si një kulish në vendin tim, e kuptona? Se nuk ke një mbështetje, nuk ke një përkrahje, ke vetëm si mund të zhvatin. Ku jeni në fazë procesi gjyqësore, ku do kitur tani dhe çfarë do të bëni? Kemi bërë gjyqje vazhdimisht dhe në gjyq thuhet që thot gjykata, nuk i ka të gjitha dokumentat kjo pala tjetër dhe do vinë herë tjetër. Dokumentat zotri, unë e di që i ka një, se po pati dokumenta për 2, atëherë është mbleksi ajo punë. Ka mbi vendosje prona është këtu? Po kjo është që ka mbi vendosje që thot ai. Si ka mundësi të ketë mbi vendosje në timen këtu, në tjetrit përtej, në tjetrit përtej? E ton, në ati që s'është këtu, ka mbi vendosje. Edhe qeveria që ja kemi kërkuar disa herë, edhe as i çfarë. Si u quaj zotri? Edmond Dhima. Faleminderit. Gëzojmë ti në mirë. E qasim palic. Po, për çfarë keni dalë sot? Të marrë një të fitojmë një të drejtë që na takon, asgjë tjetër. Një të drejtë që na takon e drejta. Nuk kërkoj gjë tjetër, as një si kërkoj qeverisë, një gjë tjetër. Të thotë kështu, ne kemi ardhur nga Kuçi, ka ardhur baba im, djali i ri me nënën time. Unë s'kam qenë e lindur. Unë jam 83 vjeçe. Po. S'jam lindur as në Kuç, as në Sarandë, as në gjë. Jam lindur këtu në këtë baltë këtu. Dhe këtu duhet të vdes. Çfarë të drejtë kërkoni ju? Unë kërkoj të drejtën time, sepse me qenë se ne jemi familja më e vjetër këtu, që nga Spiro Martini, nga Vunoj, jo të tjerë dhe tjerët, Mimlati e shumë tjerë që kanë ardhur që janë jetuar në kasollën tonë, na thoni që ju keni këtë drejtën. Po kjo drejtë ku ta gjejmë në këtë drejtë mondial? Ja këtë dua, zë gjë të keq më majo të Çfarë tjera. ju kanë marrë pronën çfarë? Shiko, pronën si gjithë të tjerët e kam dhe të vërtetën tash i them, të vërtetën. Por e drejta është si jo, tash. Vazhdo. Tash ti si e mendoni dhe ju e keni si komision se nuk shikoj një edi këtu. Ka polici, ka arkia i tjetri, kritari komunës, kush janë këta. Duhet një të drejtë, duhet të drejtë marrë tokën time. Jam 83 vjeqe, 84 vjeqe. Ku ta marrë tokën? Djali im ka ka vat një i tregim në Greqi. Nuk do kthehet me fëmijët e tij atë këtu? Janë për të detit fëmijët. Kështu që, oti, mos fol. Si të quaj nëna si të quaj? Bajram e Laba. Faleminderit. Unë Vasil Dhima. Të them edhe unë dy llafe është një turp i madh
Për shtetin ndonjëherë as parë që këtu kanë lënë kockat, po të shikosh vorrezat këtu, ata që janë në vorreza atje, ata e pastruan edhe bën tokë këtë, që ta gëzonim neve. Qeveria si tharë dhe parafolsit, vendosëm që të na jepin me certifikata. Unë i kam marrë me certifikata dhe çfarë kanë bërë? Kam marrë në një parcel në numër 14, kam marrë një parcel atje me certifikat, na i dha vetë biles, kur erdhi Edi Rama këtu, na i dha me certifikata, do e mirë, do e bëni, na dha certifikata, nuk ishte mbi vendosje. Mbas sakosh del ky që në 2008 ka dalë ky muslimani. Kanë marrë tokën time, kurse gjiton vetë misua kanë marrë. Kanë marrë timen që jam në Greqi. Do të thotë kjo, që ku nuk ke dhe, nuk ke dhe atë dhe. Se kështu na e ka bërë kjo qeveri. Prandaj jetë, pse është e mundër, është turp i madh që vemi ne gjykojmë në lush për këtë punë. Kur u vë në djeni, kur u njoftuat? Na ka pas disa vitesh. Tani, si të bëjmë neve, të vemi në gjyq në lush, din gjë ata gjyqtarët e lushnjës se si është bërë kjo punë. Kur këtu është hipoteka që e di shumë mirë, kush ka qenë i pari që është regjistruar në këtë tokë, jam u që kam punuar dhe jetuar këtu, apo janë ata oligarkët e tjerë që nuk e di nga vinë të bëjnë eksorte këtu e të rojnë mirë. Prandaj qeveria duhet vërë parlamenti shqiptar njëherë atë parë, mos të miret me Belinda Ballukun e me këto që të gjojmë ne në përdo, po të miret edhe me qëse popull, si shbërë edhe në veli poj atje që vene e vriten me policinë, me tjerë, edhe policët vëzritan janë, që do vriten me njëri tjetërit. Do të na thë për pronën, zë. Jo për pronën kanë marë pronën time, që jam në Greqi, edhe të gjithonëve sua kanë marë, vetëm timen kanë marë, edhe me certifikat. Atëherë përshëndetje, quhem Fuat Mati, jam administrator i Institutit Administrative Lukov. Kemi dieni për situatën e krijuar dhe për konfliktin e krijuar midis fshatit Qazim Pali edhe komunitetit musliman. Pozicioni i bashkisë është në mbështetje të komunitetit ton, të banorëve të fshatit Qazim Pali. Dim që nëpërmjet Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit pronave është dhënë një pronë e cila është hipotekuar brenda tokave bujqësore ku ka funksionuar ligji 751, edhe ne e quajmë të padrejt. Banorët si banorët të këtij fshati janë trajtuar në bazë ligjit 751 me tokë. Kemi marrë kontaktet tona dhe bile edhe kemi folë dhe me përfaqësinë e fshatit Qazim Pali, sepse dhe avukati i shtetit ka ngritur padije që kundërshton këtë vendim, regjistrimin e pronave të komunitetit musliman, edhe kthimin e tyre tek banorët, siç kanë pasur, sepse ky ngërç është krijuar sepse ndërmarrjet bujqësore atëherë jepeshin tokat jepeshin me dokument në përdorim dhe jo në pronësi. Edhe si duket është frizuar kjo situatë juridike, por dim që avukati i shtetit është, domethënë, ka ngrit padije dhe çështja në dienin ton ka vajtur dhe në instanca e drejtësisë deri në SPAK, sepse kemi marrë kontakt dhe me banorët që janë thirrur punonjës në SPAK që marrin informacione në lidhje me këtë veprimtari. Për sa prona bëhet fjalë dhe Shiko, këtu pretendohet për një sipërfaqe diku tek fillimisht, sepse edhe ne nuk e kemi të qartë, për 30 hektar, e kupton, ku të cilat janë dhe ata e kërkojnë mbi këtë lloj pretendimi. Ne jemi në mbështetje patjetër se në mbështetje të avokatit të shtetit, qeverisë që kërkon rikthimin. Tani ajo çështje është në drejtësi, takon drejtësisë të flas, neve nëse flet drejtësia. Nga ana e bashkisë është një njoftimi që komiteti musliman kërkon të me kthim kompensim pronash kur është Jo, nuk është më njoftim, dim që është bërë si veprim. Është bërë fakt. Po, është bërë si veprim, përderisa hipoteka ka bllokuar pronat e bashkëtarëve tanë, patjetër që është bërë fakt ajo dhe prandaj ka ndryshirë edhe nëpërmjet dhe është hap dhe çështje, domethënë gjyqësore nga komuniteti, këtu nga banorët, plus është hapur edhe nga vetë shteti, avukati i shtetit ka hap padije. Domethënë është çështje në gjykim, për çështje drejtësisë tashmë kjo. Kjo zonë Qazim Pali janë me 7.500 apo ka edhe me certifikata pronësie në dienin tuaj si përfaqësues? Me 7.500, por në vazhdimsi janë dhënë edhe certifikata pronësie, siç e keni parë në televizor se ju të kanaleve keni dhënë. Edhe kanë probleme edhe kjo palë. Po patjetër, të gjithë kanë probleme atje sepse është shtrir kjo, domethënë, veprimtari aktiviteti i Komisionit të Kthimit pronave.
ka përplasje. Ka përplasje midis në pranela dhe janë bllokuar në hipotekë. Faleminderit. Lutem. Jam emigrant në Greqi, quhem Teo Lapa, mbi 30 vjet në Greqi. Edhe unë, si të gjithë fshatarët e mi, bashkëtarët e mi, të njëjtat halle dhe probleme kanë, të cilat i kemi ngritur, është e sajta herë, nuk është e para herë sot, është e 4-a e 5-a herë që degdisemi lart e poshtë deri në Tiranë, në Sarandë. Unë jam për një qëndrim shumë të ashpër të bashkëtarëve të mi. Jo kështu si kemi bërë deri më sot. Jo të dalëm këtu në anë të rrugës, po të bllokojmë rrugën dhe pa afat rrugën. Të bllokojmë fshatin poshtë, rruga që vetë ndet. Të bllokojmë plazhin Behar. Unë jam për qëndrime shumë të ashpra, duke qenë dhe i angazhuar me sindikatat në Greqi, në ndërtim, që është nga më të ashprat. Ashtu, unë jam për qëndrim të pakthyeshëm, po të më dëgjuan fshatarët. S'më dëgjuan, ja të vazhdojnë. Problemi është i tokave. Ai është problemi më i madh joni. Ai është problemi i jetës tonë. Është problemi i tokës. Toka është baza e jetës tonë. Toka është që ne na mbajmë akoma aty në Greqi. Na mbajmë jashtë të gjithëve emigrantëve. Keni certifikat pronësie? Kam certifikat pronësie jo. Kam AMTP-n. Jam një nga ata që s'kam as edhe një problem. Nuk kam bi vendosje. Nuk do hipotekat ma jap, po më sorollat, duke nxjerrë nga dita në ditë halle dhe problemet e tjera. Duke nxjerrë, duke kërkuar vazhdimisht dokumentet e tjera. Çfarë mendoni se fshihet pastaj? Këtu, përpara se të dalë komuniteti musliman, ka filluar një rëmbim dhe një vjedhje kaq e madhe e pronave, sa janë afro 40-50 familje, që nuk, për mua, nuk kanë shpresë që t'i marrë mbrapa. Nuk kanë shpresë. Ata që Komisioni Kthimit të Pronave vlorë ua ka dhënë ish pronarëve. Gjoja ish pronarëve. Janë rreth 15 të tillë, janë me emra, rreth 15 të tillë. Që ua ka dhënë. Janë dhe 16 të tjerë që presën. Ata presën në angjësinë e trajtimit të pronave. Janë gati që si lubi të sulen dhe të marrën të gjithë të fushë. Prandaj dhe unë, qëndrimi im duhet të jetë shumë i ashpër si banor. Në qoftë se më dëgjojnë, të mos tundemi nga rruga dhe nga mos lëmë as plazh, as investime strategjike, as deri në fund. Ju falenderoj dhe juve. Se për mendimin tim, ju më insultoni. Unë këtu kam ardhur me mbështetje. Kam ardhur